Njeri parë që ka bo filmin me Shirit në Kosovën e pas luftës. Njeri parë? Njeri parë që ka bo filmin me Shirit në Kosovën e pas luftës. Okay. Po është njeri parë që ka pru kamerën hollywoodiane në Prishtinë 2003. Qa mëj me folër që ka me pas gjerime në Kosovë, Shqipërinë, në Itali, edhe në për regjia ndikun halet se kena zgjedhën një vend, edhe mëj me shpalosën që ka me pasën edhe pashtu edhe aktor të shqyme shteteve, ka më folë në film 4-5 gjuhë të ndryshme, që kjo është abodojna me bo, një farë tripit të shumë të ashtu. Cili film? Jo s'kusej me kalzu ma shumë. Zuzë me kalzu ma shumë? Jo. Okej. Jo s'kusej se që ashtu e lojna për... Ti ki bashkëpunu edhe shumë me Budakovën? Po. Pjesën e serialit që e njekëm, regjime ka bo Halili, është seriali Halilit. Që shumë e punu me Halilin, po shdo? Pasha mamen shumë mirë është. Seriozisht për ta? Pasha mamen shumë mirë është. Unë për atë njeri kom shumë respekt të madh. Edhe unë për atë njeri kom respekt shumë të madh, dhe ma shumë të ka tërhek me punu me ta një farë përshkrimi që jam veshën atina, apo këto kur e përshkrujnë Halilin, adin të menon që janë Kim Jong-unin e Koreas të Jugut, të Koreas të Veriut. Ose sa takoni me ta kom jo rrej. Po. Halili është artist, man, është tash për historik, nështë ta i vynë edhe emisionit të ndë, është njeri parë që ka bo film me Shirit në Kosovën e pas luftës. Njeri parë? Njeri parë që ka bo film me Shirit në Kosovën e pas luftës. Okej. Po është njeri parë që ka pru kamerën hollywoodiane në Prishtinë 2003, e këna prej Shiritin me Bob Dylan, ka qenë një farë shqiptaro-amerikanë dhe senator. Kështu që Halili është i maqëm këtë industri. Edhe është një farë knatësie me punu me Halilin, atë që është knatësie me punu me Enver Petrovcin, me të si emrat që janë mati e vlam këtë rega, për më kuptan. Po. Unë e kam respekt madhë për atë njeri se e din atë kohën që këtë emergency ma i forti për shkak... Çak Norrisi i Kosovës, për shkak filmave, aksionit që i ka pas, po bravo që këtë fëmanë që nuk e kumë pas, edhe bravo i kohë që nuk është tërhek, e ka vazhdu në më thonë edhe t'je pjesë e tina që një kohë gjatë. Po që 3 vjetë jem në bashkëpunim me Halilin, e kena bo serialin, jenë aty përgati 2 filma, edhe shumë najës është të hecën.